nëse shojmë grupin e lejtarëve, mendoj që Franca e ka ndoshta edhe ekspert më të mëdhenj, është vështirë me gjetë ndonjë mangësi në ndonjë repart. Mirë po, kur fillon ajo cikli i dytë ose cikli i tretë, përveç performimit, shpeshherë edhe fati nganjëherë edhe fati është pjesë e kësaj loje. Ndoshta kjo është edhe bukuria më e madhe e lojës, edhe për atë arsye që gjithë njerëzit përfshihen, për arsye se gjitha mund t'i programosh, po rezultatin sportiv nuk mund ta programosh. Gjitha përgatitjet, gjitha edhe stërvitjet, edhe ushqimin, edhe fjetjen, edhe akomodimin, edhe transportin, edhe gjithçka me sekonda, vetëm rezultati është problem të programohet nganjëherë. Ndonjë devijim i topit, ndonjë penallti, ndonjë karton i kuq, edhe ato janë diçka e papritur. Diçka është e papritur për komunitetin përgjithësi, po ne si trener të gjitha i presim, i parashikojmë edhe duhesh me qenë i gatshëm me vepru edhe përtej këtyne gjanave që mund me ndodh gjatë ndeshjes. Kështu që mendoj që Franca ndoshta është ekipa me më shumë të kualitet, sidomos repartin ofanziv shumë e frikshme. Pastaj edhe kur kanë formë Mbappén, po mos flasim edhe për Dembele, ose shumë të tjerë. Po do të presim ndoshta edhe surpriza.